E ku ka më mirë se pas 30 vitesh qyteti unë i traditës kulturës u bë me kinema. E di që të gjithë juve ju ka munguar. Ne po rritemi e po sjellim gjithçka më të mirën dhe më të bukurën për qytetin. Hyrie Hana, emri së cilës shëndrit tani kudo, ashtu siç ka dhënë shumë për vendin, kinemaja do të jap shumë për qytetarët, duke filluar në 6 ditët e javës. E këtë javë do të shfaqen 3 premiera, ku edhe do të keni mundësinë që t'i shihni. It sounds fun, but Dad and I always watch. Please don't finish that. Ryan Seacrest, Rock and Eve. Okay, Dad. Tonight's the big night. I'm ready to be 100% woke. Just like Disa detaje të vogla sepse të tjera duhet t'i shihni dhe përjetoni ju vetë. Jeta apërtejme kur një nën beqare dhe 2 fëmijë të saj mbërrin në një qytet të vogël, ata fillojnë të zbulojnë lidhjen e tyre me vrasësit origjinal të fantazmave dhe trashëgiminë sekrete që la pas gjyshi i tyre. I remember Revelations. And I looked as he opened the 6th seal. There was a great earthquake. Judgment Day. Raise a call. I'm calling about what happened in New York. There hasn't been a ghost sighting in 30 years. Oh my God. What is happening here? His grandfather was a Ghostbuster. Something was coming and he knew it. I think we opened the gates of hell. Hey, have you missed us? Në orën 18 zgjoi. E kur flasim për vuajtjen, tmerrin dhe luftën, kush më mirë se shqiptarët din ta tregoj. Të jesh e fortë, e guximshme dhe të fillosh nga e para, nesër do t'ja dalësh e do të jesh në krye. Gratë e vajzat janë ato që edhe pse përjetuan shumë, e u thyen në luftën e fundit në Kosovë, ato ja dalën. Shkolluan fëmijët, krijuan biznese, e sot thjesht janë shembulli më i mirë për një grua punëtore. Gjitha këto më së miri i ndjeni e i përjetoni thellë në zemër në momentin që vini dhe shihni filmin Zgjoji, i cili për momentin është bërë qëndresa më e fortë e gruas shqiptare. Qështu mas leti e gjej magimin? Jam të dasht me nis një punë me krejt gratë e Krushës. Qysh do në me këshirën si mi djalin tëm kur të kthehet? Nëse kthehet. Jetu po ëndra shumë. Në shta o mire dhe tim janë nismi mësu do sene. Apo menoni që mundet me ecë puna mirë që shtua? Na i varke na maru të njetën, që të punë di me kry mas mire. Se mu i skallzove, që është qa që i hjeshëm? Shumë i bre. Kur do të pushoj ma kjo Krejt për din që pe gra kerrit, që po punon shehër. Dalsh, fare, dalsh! 100 herë të kom thonë, qka do që të bëj shti, e rok krejt familje. Dhe në orën 20 kemi The Many Saints of Newark. Është një film dram krim që zhvillohet në New Jersey gjatë viteve 60 dhe 70.
Tregon historinë e një adoleshenti i cili sapo ka filluar të gjejë veten brenda familjes së krimit italiano-amerikan, ndërsa bandat rivale po sfidojnë dominimin e tyre mbi qytetin e Newarkut. Mëngjesin e keni të lirë pothuajse bashkë me drekën. Mjafton të bëheni gati bashkë me ata që i doni dhe ndjeni komod në film. Këtë mërkur në orën 15 do të ndjekim Venom. Eddie Brock përpiqet të përshtatet me jetën e tij të re si mikpritës i alienit Venom, i cili jep atij aftësi supernjerëzore në mënyrë që të jetë një vigjilent vdekjeprurës. Brock përpiqet të rindes karrierën e tij duke intervistuar vrasësin serial Cletus Cassidy, i cili bëhet mikpritës i simbiotit Carnage dhe ikën nga burgu pas një ekzekutimi të dështuar. All I ever wanted in this world is carnage. Lady here. We should be out there snacking on bad guys. I am a predator. I need to be free. You have got to get control of your aggression, or you will get hauled off into Area 51. You live in my body. You live by my rules. I'm sorry. I don't know what came over me. Please let me fix it so I can forget again. You are a loser. Eddie Brock, I want to give you my story. People love serial killers. Cletus, why me? What's mine is yours, and what's yours is mine. I have tasted blood before, and that is not it. All I ever wanted in this world is carnage. I'm a crazy man. Are you a vengeful one? Oh, shit! Whoa, where you going? That is a red one! You need to come out right now. I will let you eat everybody! Promise! I promise! Oh, yeah! Eddie, you feel like home to me. Like family. Oh, wow. You could just say, I'm happy for you. That was going to be us! I am happy for you. No! God, I'm so sorry. Not sorry! This dude needs some serious couples counseling. E në orën 21 do të ndjekim House of Gucci, një histori e bazuar në librin me po të njëjtin titull të vitit 2001. House of Gucci është frymëzuar nga perandoria familjare pas shtëpisë italiane të modës Gucci. Kur Patrizia Reggiani, një e huaj nga fillimet modeste, martohet me familjen Gucci, ambicia e saj e shfrenuar fillon të zbërthej trashëgiminë e familjes dhe shkakton një spirale të pamatur të tradhtisë, dekadencës, hakmarrjes dhe në fund vrasje. Më shumë se 2 vite pas publikimit të Spider-Man Far From Home, kam bërritur tashmë filmi i tretë Spider-Man No Way Home. Komploti i No Way Home rrotullohet rreth zbulimit të identitetit të Spider-Man për herë të parë. Kur Peter Parker kërkon ndihmën e Dr. Strange për të rivendosur sekretin e tij, magjia hap një vrim në botën e tyre duke liruar kriminalët më të fuqishëm që kanë luftuar ndonjëherë me Spider-Man në çdo univers. E për t'i përjetuar të gjitha këto emocione, ejani të enjtë në orën 17 dhe 20. Do të shfaqet premiera këtij filmi. Do të keni mundësinë ta ndiqni edhe në ditët në vijim. Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week where my life has felt normal.
That was when you found out. When you botched that spell where you wanted everyone to forget that Peter Parker's Spider-Man, we started getting some visitors. From every universe. Hello, Peter. You're not Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Look, there has to be another way! There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Peter, you're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. This is all my fault. I can't save everyone. What's happening? They're starting to come through, and I can't stop them. Siç duket, kemi edhe shumë fansa të këtij filmi të premte në orën 13, do të keni mundësinë të ndiqni prap Spider-Man No Way Home. What's happening? They're starting to come through, and I can't stop them. Një qinë herë të kom thonë, çka do që të bëjsh ti, e rrok krejt familje. Nuk kanë mbetur shumë ditë deri për Krishtlindje dhe vitin e ri. Kjo do të thot festa, familje, pema dhe një humor më i mirë për të gëzuar dhe një tjetër vit të ri. E si çdo vit, në këtë periudhë shtohet interesi për filma të vjetër me temën e Krishtlindjes. Filmat e Krishtlindjes pëlqejnë pjesërisht nga nostalgjia, por edhe nga forca e mesazhit që e përcjellin. E si më mirë se në kinema mund t'i përjetoni këto emocione. E ne për ju kemi sjell një tjetër premierë. Mos e humbisni këtë komedi. Christmas is Cancelled, me në qendër Emma Lockhart, një profesioniste e re urbane e cila mëson gjatë sezonit të festave se babai i saj po takohet me një grua që ishte rivale në shkollën e mesme. Ajo përpiqet ta ndajë çiftin. Për më shumë detaje, ejani dhe shikoni filmin të premten në orën 20, gjithashtu kaloni një kohë shumë të bukur. E si mund ta kaloni vikendin më bukur se në kinema? Ne kemi menduar për ju dhe fëmijët tuaj, ndërsa këta janë super filma që mund t'i shihni. Do të fillojmë që nga ora 12 me Encanto. Aty tregohet historia një familje të jashtëzakonshme, madrigalët të cilët jetojnë të fshehur në malet e Kolumbisë, në një shtëpi magjike, në një qytet të gjallë, në një vend të mrekullueshëm, të bukur të quajtur Encanto. Many years ago, this candle blessed our family with a miracle. Our house, our casita, came to life with magic. Hola, casita. Let's go! In time, every member of our family Cecilia, up top!
was given their own magical gift. I understand you. I'm not super strong like Luisa. The donkey's got out again. On it! Or effortlessly perfect like Señorita Perfecta Isabella. But Mama, why am I the only one that didn't get a gift? You're just as special as anyone else in this family. You just healed my hand with an arepa con queso. Casita? What's going on? The magic is in danger. We gotta get out of here! We must protect our home. We must protect our family. This is my chance. I will save the magic. Wait, how do I save the magic? I'm losing my gift! Mirabel, the fate of the family is gonna come down to you. I can't do this. Let me help you. The rats told me everything. Don't eat those. Even in our darkest moments, there's light where you least expect it. A lot of stairs. But at least I'll have a friend. Nope, you flew away immediately. Quitter! Në orën 14 kemi një super film tjetër për fëmijë, Clifford the Big Red Dog. Ndërsa nxënësja e shkollës së mesme Emily Elizabeth përpiqet të përshtatet në shtëpi dhe në shkollë, ajo zbulon një qenush të vogël të kuq, nga një shpëtimtar kafshësh magjike i cili është i destinuar të bëhet miku i saj më i mirë. Një qinë herë të kom thonë, çka do që të bëjsh ti, e rrok krejt familje. I can't save everyone. Një e diel e mbushur me filma për të gjitha moshat starton me filmin që mund ta ndjekin e gjithë familja, por veçanërisht të vezhlit e familjes të cilëve u dedikohet filmi Boss Baby e që shfaqet të dielën në ora 11. Në vazhdimin e kësaj komedie, vëllezërit Templeton, Tim dhe vëllai i tij i vogël Boss Baby Ted janë bërë të rritur dhe janë larguar nga njëri tjetri. Tim tani është bërë një baba i martuar që qëndron në shtëpi, ndërsa Ted është një shef ekzekutiv i fondeve mbrojtëse. Por një foshnjë vogël e re, Boss, me një qasje të avancuar dhe një qëndrim të mundshëm, do t'i bashkoj përsëri dhe do të frymëzoj familjen për një biznes. 2 orë më vonë në orën 13 do të shfaqet një premierë të cilën po ashtu do ta shijoni me fëmijët tuaj. 100% Wolf përqendrohet në Freddie Lupin, trashëgimtar i një linje familjare krenare ujqërish. Pozitiv saj do të bëhet ujku më i frikshëm ndonjëherë. Freddy është në një tronditje kur lufta atje po shkon keq, duke kthyer atë në një qend çime dredhur të egër. Okay, Dad. Tonight's the big night. I'm ready to be 100% wolf. Just like you. Freddie Lupin, step into the light. Luisa. Let the wolfing begin. This is for you, Daddy. Say hello to the big bad wolf. A poodle? You have until moonrise tomorrow to prove you are a real wolf. Otherwise, you will be banished. Who are you? Poodle. I'm not a poodle. Really? Labradoodle? Cavoodle? Spoodle? Whoa! Get away from my butt, weirdo! Wow. You can be cool! You can be shy! Let go of her! Cooper on deal! Put them in the poochie salon! Gets them every time. You monster. Eat this!
The best wolves don't have the sharpest claws or the pointiest teeth. They have the biggest hearts. It's perfectly natural. Në orën 15 do të ndjekim Shang-Chi, The Legend of the Ten Rings. Mjeshtri i arteve marciale Shang-Chi përballet me të kaluarën që mendonte se la pas kur tërhiqet në rrjetin e organizatës misterioze Ten Rings. Throughout my life, the Ten Rings gave our family power. If you want them to be yours one day, you have to show me you are strong enough to carry them. You are a product of all who came before you. The legacy of your family. You are your mother. And whether you like it or not, you are also your father. I told my men they wouldn't be able to kill you if they tried. Glad I was right. He was just a criminal who murders people. Be careful how you speak to me, boy. I thought I could change my name, start a new life. But I could never escape his shadow. My son, you can't run from your past. Is this what you wanted? You got this. Thank you. Dhe filmi i fundit për këtë javë do të shfaqet në orën 18, Spider-Man No Way Home. E kjo ishte pasqyra javore filmave që do të shfaqen gjatë kësaj jave në kineman Hyrie Hana, e cila ju prezanton me ambientet më të ngrohta ku ju së bashku me më të dashurit tuaj mund të shijoni momentet të cilat vijnë në qytetin e Gjakovës pas shumë vitesh shpritje. E këtë pasqyrë po e përmbyllim duke ju dëshiruar një javë të mbar e të shoqëruar me filma. Shihemi herën tjetër me risit më të fundit të kinematografisë e vendore dhe botërore. Mirupafshim.